është absurde, është më drejtë e panatyrshme që risku që burimin e ka te Allahu, apo me të pengu më këtë tek Allahu. Është e pamundshme. Është veç kur ti se din ku e ka burimin ky risk. Kur ti ja dorëzon riskun tënë njërit në dorë. Po kjo është problemi joti. O më nuk ka në dorë njerëzve. Prandaj ajo që i bën Allahut mëkat për shkak të atij që ajo te Allahu është. Nësa njerëz i bën Allahut mëkat për shkak të pasurisë, për shkak të autoritetit. I bën Allahut gjuna, nuk besojnë, mohojnë, shtërnojnë argumentet, refuzojnë, mëkatojnë. Pse? Për çfarë arsye? Që ta kenë rrugën e hapur të shfryjes së epsheve të tyre. Në forma ndryshme. Allahu po ajo për të cilën po bëni gjuna mu, te unë është prap. Sikur se ka thonë Fudhal ibn Iyad rahimullah, për ata që punojnë për sipërfaqe. Ka thonë oti që po i kërkon zemrat e njerëzve në dorën e atij që po i mëkaton janë. Apo ti që po bën syfaqsi që më dosh njerëzit, ata me çka dojnë ata ty? Dojnë me zemër, po zemrat e tyne janë dorë atij që ti i bën gjuna për shkak tyne. Ai normal apo? Nëse dojnë me dosh njerëzit, duhet me kuni sinqert për Allahun xhallahu ala. Andaj edhe sikur të kishte qenë e mundshme, po them kushtimisht. Do të ishte më logjikshme që njëri me kon i sinqert me Allahun për me dosh njerëz, se syfaqsi me njerëz për me dosh njerëz, se kjo është e pakapshme. Nga se zemrat e njerëzve janë dorë të Allahut azh. Ai sin ka dhënë. Prandaj ti po don mi bë mëkat Allahut xhalla xhelaluhu për me e shunjepsh, që atapsh ku ke më shry për me shkafit, për me asaj që është dorë të Allahut azh. Po smunesh prapë. Prapë ki më marr çast të jap Allahu te bareku teala. Andaj kjo çështje është shumë e qartë, besimtarët kanë këtë punë të prerë. Rreziku dorë të Allahut azh. Nuk i mundësi me marr kurr më tepër se që të kanë caktuar Allahu azh. Prandaj përzgjedhja e rrugëve është sprov. Po është sprov. Allahu xhallahu ka mundsuar që ato çka ta ka caktuar me fitu. Ti ta ka mundsuar me marr edhe me halal edhe me haram, për shkak se në dunjë je. Po, se para se kur ti bësh për shembull, Allahu ta ka caktuar kaq me marr, edhe krejt rrugët e haramit që shpihen deri te marrja se çka ka caktuar me kon mbyllura. Atë nuk ka sprov mo, atë s'ka largim. Dullnatshëm ka të imponuar, por normal ato, normal ato. Andaj Allahu xhallahu mundsin që me haram me fitu diçka e ka bërë sprov. Jo si mundsin me fitu më shumë. Jo. Me haram ki me marr vetë sa ta ka caktuar. Të cilën me halal ke pas me marrë, ke marrë me haram. Por më jote çështje e ke marr, për të thënë dunja i sprovom. Ama kur mos mëna se dikush ka mundësi me marrë me haram një cent më shumë se që kish pas mundësi marrë me halal. Kur? Do fisema, në qiell ke punë, në tokë ke punë. Nuk ka dorë njerëzve kjo çështje. Risku ku më tu adun. Edhe ajo që ju është premtuar juve, xheneti, xhenemi, bereqetin, pasurinë se me halal e kështu me radhë.